Ecim përpara me temat që dua të trajtoj sot. Shikoni pak, shikoni çfarë pash. Para se të nisim këtë live, pash këtë është rruga Maliq Lozhan, tregoja regjia, tregoja. Shikojeni pak betonin si i shkëputur si të ishte cop biskote. Asnjë fije hekur brenda. Pra bariera mbrojtëse e rrugës, aq regjia, aq. Bariera mbrojtëse e rrugës, kjo që duhet të mbaj dherat, guret që të mos bjenë në rrugë, mos dëmtojnë makinat e me radhë të na ruaj jetën dhe sigurinë. Dhe shkëputur si t'ishte cop biskote. Shikojnë që shikojnë. Mu si biskot. Pap, asnjë fije hekur. Do thoni ju, po pse na e thua? Po nuk mendoni që ky betoni që mbanan këto skarpate duhet kishte pak hekur? Të paktën pak. Urdhë. Shikojnë. A regjia? Ja, urdhë. Mu si cop keku është shkëputur. Mu si kek, pap. Asnjë fije hekur. Dhe kjo na lidhet me atë që thuaj te tuneli Ogaras, te dosja, që nuk i kishin vënë hekur as tunelit, sepse këta e kanë praktik pune. Vith. Si e? Jam live. Mirë? Shnes. Kaloj zoti Andoni. Dhe kjo është e tmerrshme ose mund të kalosh dhe të zë makina këtu. Të zë rruga, më të bën cop. Kalon aty të zë rruga dhe të bën cop. Tani, nga ky live ju njoftoj që ne në ditën e 70 kemi vendosur që protestën do ta vazhdojmë, se ende jemi shumë mirë, dhe protesta e radhës masive në këtë shesh përballë qeverisë majtutet e Europës do të jetë në datën 1 mars. Në 1 mars në orën 12 të drekës, masivisht në shesh, masivisht këtu për t'i treguar këtij dhe këtyre që çudia më e madhe nuk zgjat më 3 ditë. Se ishin mësuar që një skandal e mbylin me një skandal tjetër, po duke e mbajtur vatrën e hapur këtu dhe konfliktin pa ndalim këtu, ky skandal nuk po kalon. Dhe në 1 mars në orën 12 paradite, të gjithë duhet vimë në këtë shesh për të treguar qëndrueshmërinë dhe vazhdimsinë në përballje me korrupsionin, në përballje me hajdutrin, në përballje me padrejtësinë, në përballje me ata që na e kanë marrë peng Republikën, me atë që thot që do iki unë kur dua vetë, pra atë që na trajton ne thjesht si numra, pra atë njeri i cili erdhi si shpresë dhe tashmë ja ka marrë në kthes Sali Berishës e të gjithë të tjerëve me mënyrën si po sillet një sjellje barbare me institucionet. E keni vënë re? Si i shantazhon qytetarët, po dhe ndërkombëtarët? I shantazhon duke thënë, shiko, do rri unë, edhe pse vjedh, se pos në nja unë, do kthehet Saliu, thot. Pra e trajton si kur vetëm ky me Sali Berishën jetojnë në këtë vend, apo të vetmit opsione të këtij vendi. Dhe o thot, nuk ka problem që unë vjedh, se pos u vodha unë, do iki unë, edhe do vija i tjetri, dhe do jetë më i keq se unë. Pra e kanë shuar këtë popull, e kanë shuar këtë vend në pikën që edhe pse të gjithë e dinë që këta janë hajdut, këta kanë guximin për të mos u lur kokën, për të mos u ardhur turp, për të mos u fshehur, po për të na dal e për të na tau e për të na rrah e për të na larguar nga ky vend. Dhe kjo është e patolerueshme. Dhe kjo është disfatiste. Dua të trajtoj këtu dhe një çështje tjetër që lidhet me të rinjt. Shikojeni ju lutem. Shikojeni si trajtojnë të rinj në këtë vend. Pash këtë foto dhe realisht, ja pak regjia, një sekond, dhe realisht ndjeva një tërësi, një molotov ndjenjash me thënë drejt. Ndjeva keqardhje që të rinjve në këtë vend, atyre të rinjve fare, që sa kanë filluar të dalin në jetë, si alternativ, u jepet dhuna, u jepet arrestimi, u jepet gjykata, u jepen prangat. Ndjeva trishtim të madh që partia e dytë në vend lejon që të rinj në këtë moshë të angazhohen në këtë gjë, duke u përdorur nga individ të caktuar. Po nga ana tjetër ndjeva trishtim dhe neveri
për një shtet të paburrash, do thosha, që në një protest ku kishte mira veta, ka shkuar dhe ka arrestuar vetëm fëmijë. Ka vajt dhe ka arrestuar vetëm fëmijë. Edhe pse këta e din mirë që molotovët nuk ishin vepër e këtyre fëmijëve. Kanë vajt dhe kanë arrestuar vetëm fëmijë. Shikojeni. Regjia, tregoja pak. Shikojeni. Nga 15 vjeç, nga 16 vjeç, nga 17 vjeç, fëmijë. Urdo, jo, tregoja dhe pak, Fëmijë. Policia jon, shteti shqiptar, në një protest ku kishte mira njerëz, ka shkuar dhe ka arrestuar këta fëmijët. Këta ka gjetë këta. Ka marrë këta dhe i ka arrestuar. Do thot dikush po kanë hedhë molotov. Jo zotri, nuk e kanë hedhë këta molotovin. Jo, t'jeni të bindur që jo. Nuk e kanë hedhë ata molotovin. Sepse dhe nëse e kanë hedhë ata fizikisht molotovin, dikush i ka përdorur. Fëmijë. Polici që merret me fëmijë. Polici që nuk shkon te burimi. Nga ana tjetër, sa e trisht është ku shikon që alternativa që jepet këtij vendi është arrestimi i fëmijëve. Është dhuna ndaj fëmijëve. Është lënia në mëshirë të fatit të një brezi të ri, duke shkatruar shkollat, duke vrarë familjen si koncept. Po e kanë vrarë dhe familjen si koncept, se babai duhet shkoj dhe të punojë në emigrim me vite të tëra dhe ndahet familja. Një prind në emigrim, një prind këtu, fëmijë djem që nuk dëgjojnë nënat, se nuk i kontrollojnë dot, se s'kan ç'bëjnë. Shpartallim total i familjes shqiptare, shpartallim total i njerëzillëkut, sepse ekonomia e ka detyruar këtë vend që të ikin. Prindër që jetojnë të ndarë, të detyruar, babalar që ikin me muaj të tërë dhe kthehen një në 6 muaj, një në vit në Shqipëri, se u duhet sigurojnë të ardhurat për fëmijët, se nuk ka mundësi këtu. Dhe fëmijë që ngelen mëshirë të fatit, të cilët policia e arreston pastaj. Sepse nuk u është dhënë një alternativë reale e të mirës, e shkollës, e një shoqërie të qetë që begatohet, prosperon, ecën përpara. E një shoqërie ku modelet e së mirës janë modelet që duhet të ndjekësh. E një shoqërie që ai më i sukses Shmilagjes nuk është ai që vjen me makinë të shtrenjtë se ka shkuar dhe ka shitur drog diku, apo se është marrë me krim diku. Po njeriu më i sukses Shmilagjes është ai djali apo ajo vajza që ka mbaruar shkollën, ka nisur punën e me punë të ndershme ka ecur, po shkëlqen, e ka bler dhe makinën e shtrenjtë, e ka ndërtuar dhe shtëpinë e mirë. Modeli i shoqërisë së shëndosh, ku të rinjt të mos e gjejnë veten te modelet e gabuara. Po si mund mos e gjejnë veten fëmijët te modelet e gabuara në një republik ku krimi organizuar çon në parlament individ anonim të cilët marrin nga mbi 20.000 vota, edhe pse nuk i njeh askush, edhe pse nuk kanë pas një ditë kontribut në këtë republik, që të kenë heq një pler nga toka, që të kenë ngrit zërin për një padrejtësi,